Me punime nga opusi I fundit krijues, artisteja akademike Marieta Sidovski në Qendrën për Kulturë në Gostivar u prezantua para ardhashësve të qytetit. Ekspozita me titull Për ty dashuria ime përbëhej nga 41 vepra të punuara në teknik të kombinuar. Ishin 41 vepra dhe data 5 korrik, sepse ajo në këtë datë mbushin 41 vjet. Sidovski tha se gjithmonë në krijimtarinë e saj pjesë janë pendet të cilët e inspirojnë atë për diçka të mirë e të lehtë, që nuk munguan as edhe kësaj radhe. Ne se naprotiv, ja sam postojano sa njih, znači oni se postojano sa mene, ona kako simbol na angeli, na nešto ubavo, na ljubav. Mene me asocira na ljubav normalno, na nešto lesno, na sloboda, na sve ono što asocira na nešto ubavo I fino što site nije posakува me I go nosi me vo sebe. Pa ona, kao moj poslednji ciklus, ima poveke od 5 godini, ova postojano beše sa mene veke, štom ke završite jedan ciklus, to je normalna rabota, deka samiot umetnik, bez obzira sa što se bavi, znači sa koji vidna umetnost, ne je zadovoljen uslovno kaženo su to sraboteno to. Znači veke započula sa samo to ovako završuvanje, ke kažeš, sad ova 150 dela se kraj na jedan ciklus ili kako zaokružam, ti veke počnуваš da razmislovaš na drugi, odbideki sa ova veke uslovno ne si zadovoljen. Edhe drejtori I Qendrës për Kulturë në Gostivar, Luan Zenku, tha se kjo ekspozit është parapar në programin për kulturë për vitin 2014 dhe e njëjta financohet nga Ministria e Kulturës Republikës së Maqedonisë. Zenku tha se po ashtu ekspozita do të jetë e hapur afër 3 javë deri në ekspozitën e radhës. Sonte Marieta paraqitet këtu me 41 vepra artistike. Dhe ja do të them, jo rastësisht është 41 vepër, për shkak se ajo sot feston edhe ditëlindjen apo 41 vjetarin e lindjes së saj. Andaj edhe e zgjodhem mendoj këtë ditë. Ekspozita do jetë hapur deri në ekspozitën e radhës, afro 3 javë, përndryshe janë vepra artistike miniatur, teknike kombinuar dhe I ftoj të gjithë qytetarët çdo ditë pune nga ora 8:30 deri në ora 4:30 që të mund të vizitojnë ekspozitën. Sidovski deri më tani ka realizuar 34 ekspozita personale dhe është fituese e më shumë çmimeve artistike. Ndryshe, ajo punon edhe si konservator në Muzeun e Artit Bashkohor në Shkup.